Përshëndetje të gjithëve. Sot po ju tregoj një recetë shumë të thjeshtë dhe natyrale kundër kollës që kam përdorur edhe më të vjetrit tan. Kjo recetë po bëhet prej mjaltit, qepës dhe limonit, pa asnjë kimikate dhe ndihmon shumë për kollë, fytyrë të thatë dhe imunitet. Nëse jeni duke u kollitur ose ju dhëmb fyti, provojeni patjetër. Vetitë e mjaltit janë shumë të mira, i cili përdoret për shqetësimin e kollit, zbutjen e fytit, luftimin e bakterjeve dhe rritjen e imunitetit. Disa qepa ndihmon në pastrimin e mushkëlive, nxjerrjen e sekrecioneve, zvoglimin e kollës së thatë dhe forcimin e trupit kundër gripeve. Limoni ka vitaminën C, e cila forcon imunitetin, pastrimin e fytit dhe ndihmon kundër infeksioneve.
Masën e përgatitur nga këta përbërës, lërini në figuroj fel për 24 orë. Para përdorimit konsultoni me doktorin tuaj. Mjalti përdoret për fëmijët mbi moshën 1 vjeçare, do të thonë kjo recetë nuk lejohet për fëmijët nën moshën 1 vjeçare. Nëse përgatitni këtë recetë, mos harroni të më tregoni, më shkruani në komente poshtë videos dhe mund të më tregoni edhe jo si e bëni. Mos harroni të abononi në kanalin tim dhe bashkë shimin në video tjera.